në studio, por shohim një lajm të fundit që e keni në portalin koha.net, në të cilin mund të lexoni që Mehani i VV-s thotë se është sulmuar nga Sami Lushtaku. Ne mund t'ju sjellim edhe pamje të cilat vetë se po qarkullojnë në rrjet, zënka mes tyre ka ndodhur në një kafene, në të cilën pra i keni pamjet, regjia nëse mund të i shohim bashkë. Telefonin, bërë telefonin! I pamje dhe i dëgjuam paksa, janë vetëm këto që po qarkullojnë aktualisht. Kryetari i Degës së Lëvizjes Vetëvendosje, Hysni Mehani, pra në Skënderaj, ka thënë se është sulmuar nga kryetari i kësaj komune që vjen nga PDK Sami Lushtaku dhe atë që ka quajtur banda e tij. Përmes një postimi në Facebook të një antari të LVV-s, që është Bahri Zebeli, shkrimi i cili u postua në emër të Mehanit, pasi që ky i fundit ka thënë se Sami Lushtaku ja ka marrë edhe telefonin personal. Ne natyrisht do të shohim të marrim edhe më shumë informata, posa që edhe policia të dërgoj dhe të na njoftoj në lidhje me rastin. Ne do t'ju mbajmë të informuar qoftë në emisionin ton, por po ashtu në portalin koha.net ku si çdo herë i gjeni lajmet e fundit. E flasim tash për lajmin e mirë. Gjykata ka vendosur shumë shpejt për atë që IKD ka dorëzuar si padrejtësi. Arita Rezniqi është këtu me ne dhe na jep detajet e fundit. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Një lajm shumë i mirë kë, në mesin e këtyre lajmeve jo shumë të mira që i patëm sot, lajm shumë i mirë sidomos për nëse flasim që QK-ja,